Por një situatë kur fuqishë që është i përballur me protesta të vazhdueshme në Beograd, ai tani duhet ta shpërndëroj vëmendjen, sidomos tani kur shtunë pritet një tubim i madh në Novi Sad, një tubim antiqeveritor kundër këtij regjimi të fuqishit, ai përdor luftën hibride në Kosovë. Dikur kina po i ke edhe zyrtar policor duke ndërhyrë territorin e Kosovës, e tani edhe qytetarin e Kosovës të komunitetit serb, zotin Milan Vukashinović. Kjo është një lloj hakmarrje për gjithë ata që nuk janë me ndikim nga lista sërbska dhe regjimi i Beogradit. Përgjithsisht mendoj që kjo është një vazhdimsi e luftës hibride të Serbisë dhe të fuqishit, do në disa raste edhe Serbia nuk pësoj asnjë ndëshkim, edhe prej Bashkimit Evropian, edhe prej komunitetit ndërkombëtar të misionarëve në Kosovë, nuk pati ndonjë konsekvencë për këtë, as sankcion, as asgjë, edhe normal krimi që nuk ndëshkohet, ka tentativë që të përsëritet, edhe kjo rast të përsëritet në vazhdimsi. Mendoj që kjo duhet të merr fund, edhe tjetër është që vetë rastin vetë është i rëndë, nga se ka të bëj edhe me shkeljen e sovranitetit, përditet për personat uniformuar, gjithsesi po pa shenja, por që realiteti është që janë personat të forcave të sigurisë të Serbisë, që hynë më pa autorizuar në territorin e Kosovës. Mos dënimi i këtyre veprave, mos ndërmarrja e masave që mos për grupin terrorist Krimi Radojčić, që mos të estradohen në Kosovë, mos t'ju gjykohet, tregon që ata janë një formë sikur të jo mbrojtur, po janë sikur kanë një mundësi çdo herë që prapë mund të hyjnë në Kosovë edhe të bëjnë vepra të tilla. Për këtë arsye është momenti i fundit që autoritetet e Kosovës të veprojnë me kërkesa më këmbgulëse, ose normal në një situatë hipotetike nesër, nëse eventualisht bëhet një ndërhyrje e tillë, atëherë mund të fillon edhe një konflikt, nga se autoriteti edhe i KFOR-it edhe i policisë Kosovës është të veproj në mbrojtje edhe të qytetarëve, po njëkohësisht edhe të sovranitetit të territorit Kosovës. Padyshim që veprimet e tilla tani më veç se e konkretizojmë tutje dhe apo e kristalizojmë tutje veprimet dhe doktrinet e cilëve e përdor Serbia. A mund të kemi veprime të ngjashme, veprime më të rënda, kjo padyshim nuk mund të menjanohet, nuk mund të themi që nuk do të ndodhë. Por potenciali tani më ekziston, potenciali është treguar në formën e rastit të tillë, por që në të ardhmen do duhet jemi të vigjilant, të vëmendshëm, por njëkohësisht edhe pjesëtarët e njësive të specializuar policisë Kosovës, të brezit konfidat do duhet janë në sy qelë, sepse veprimet e tilla mund të kanosin edhe atyre, prandaj mekanizmi ndërkombëtar do duhet që të ndërhyjë dhe të krijojë tampon zonën të cilën ka larguar të palës serbe, dhe kështu mos të lejohet fare të ketë incidentet e tilla që të afrohen pjesëtarë të uniformuar në pikën 0 të Republikës e Kosovës. Mos marrja sankcionet adekuat dhe mëshërimi i krimit të organizuar, krimit ndërkombëtar, të trafikimit të drogës, krimeve të ndryshme me qeverinë zyrtare të Beogradit, padyshim që e mëshiron veprimet që më pastaj arsyetuan veprimet në terren. Ju e dini se grupi Milan Radojčićit ishin të trajnuar dhe kanë shfrytzuar asjetet ushtarake të shtetit të Serbisë. Dhe asnjëherë në asnjë rrethon nuk ka pasur ndonjë veprim konkret nga ana e shtetit të Serbisë në drejtim të udhëhecëve apo zinxhirit komanduar pse kanë lejuar një gjë të tillë të ndodhë. Por kjo dëshmon që ekziston një plan konkret, kjo dëshmon që ekziston një mbështetje konkrete të palës serbe mbi këto grupe, të cilët kanë këtë qëllim dhe këtë qëllim të përdorin strategjinë dhe doktrinën e veprimit të një që ka ndodhur Rusia në drejtim të Krimes.